Vaj ulliri me krip, receta që zhduk dhimbjen e kockave në kohë rekord. Sipas ekspertëve, vaj ulliri dhe kripa e detit ofrojnë një recetë tërësisht natyrale e cila përmirëson qarkullimin e gjakut, eliminon sasitë e tepërta të sodiumit në gjak dhe forcon kockat. Përbërësit janë një gotë me ujë, 20 lugë gjelle me vaj ulliri, 10 lugë gjelle me krip deti. Shtoni vajin e ullirit dhe kripën në ujë dhe përzjeni së bashku. Masën e përftuar përdoreni kështu për të masazhuar zonën e gjurit që ju dhëm për 3 minuta. Fillimisht bëjeni 3 minuta dhe më pas masazhojeni deri në 10 apo 20 minuta. Kjo kur duhet aplikuar për 10 ditë me radhë. Rezultatet do të jenë të shpejta dhe afatgjatë. Do të shikoni që do të mund të lëvizni më lehtë dhe dhimbja juaj do të zbutet ndjeshëm.